Nëse e ki punën karrik, që kjo është për ty. Sot kam ju të regu 4 lëvizje me i zhbo dëmet e viteve të ndenjën ullur. Qëndrimi ullur s'o problem, po kur rrini kohë gjatë, paramendohet 8 orë, herë 365 ditë, herë 10 djetë, gati 30.000 orë ullur një. Ato është veç në punë, paramendohet pjesën tjetër kur re ullur në shpe. Problemi është që trupi fillon me ushtangu, disa muskuj zgjaten atë t'likshtohen, për shembull glutes, muskujt e prapanicës, quads, muskujt përpara dhe muskujt e ijeve, plus bjen lëvizshmëria, mobilitetin trup, edhe fillon dhimbjet në shpinë dhe dhimbjet në gjymtyr. E që ushtrimi i parë, squat në malasana. Kur ulesh në squat, dorën e çon lart. Pastaj e ndryshon edhe merr dorën tjetër e dërgon edhe ato lart. Ulesh aq sa mundesh. Nëse ke mundësi me ul deri në tokë, ulu edhe deri në tokë. Kjo i targeton edhe quads plus edhe kap pjesën torakale të shpinës. Qerek hën në qëndrim me një këmbë. Këmbën mbrapa e drejton edhe i shtrëngon vitet. Legenin e dërgon poshtë, pastaj vazhdon me qëndrim me një këmbë përpara. Sigurohu që edhe muskujt e barkut i angazhon. Shkelmi i gomarit dhe hidrant zjarri. Me pozën e tavolinës, këmbën e lakon të gjuri dhe dërgon larg. Sigurohu që shpinën nuk e lakon, po e mban drejt. Edhe kthehesh pastaj dhe hap anash këmbën aq sa mundesh në hidrant zjarr. E bën këto fillimisht deri në 10 herë secilën anë. Qafa e pulës, këto mundesh me bë edhe tek muri. Mjekrën e dërgon fillimisht mrapa edhe e shtyr me dorë, pastaj veç pak e dërgon drejt gjoksit. Në këtë mënyrë paramendoj edhe veten që po ngrehesh lart drejt qiellit. Tu se e keni konop te pjesa e sipërme e kokës edhe po të ngrehen lart drejt qiellit. I vren që edhe muskujt e këmbëve fillon me u të kurrë në këtë mënyrë edhe fillon me u drejtu. E për ma shumë video si kjo, na ndiqni në krejt rrjetet sociale në Urban FM edhe bëni subscribe në YouTube. Shifemi herave tjera.